Gjykatat në Maqedoni kanë mungesë të gjykatësve dhe administratës. Kjo bën që ata të jenë më të ngadalshme në marrjen e vendimeve dhe publikimet e tyre. Sipas ushtruesit të detyrës të kryetarit të Gjykatës Supreme, Xhemali Saiti, gjykatat kanë dhe mungesë të mjeteve financiare, që e vështirëson punën e gjykatës dhe gjykatësve. Problem numër 1 është numri i gjykatësve, më thënë është zvogëluar në mënyrë drastike numri i gjykatëve në për gjitha gjykatat e Republikës së Maqedonisë. Problem tjetër është financimi. Dim se nuk realizohet numri që duhet i shumës parave për financimin e gjyqësorit dhe mendoj se këto janë dy probleme të kyç. Sa i takon prezencës medjave, prezencës opinionit publik, mendoj se kemi një hap përpara. Kemi një bashkëpunim pak më të mirë me mediat, zgjidhja, insistim i përditshëm, një ndërgjegjësim pak më të madh të organeve kompetente, secili duhet të punojë punën e vet, kështu që mund të arrijmë në një situatë qytetarët të fitojnë një drejtësi më të shpejtë dhe një drejtësi relevante që të plotësojë kërkesat e tyre. Në fundit kjo ka ndikime edhe tek besueshmëria e gjyqësorit që në Maqedoni është e kontestueshme. Transparenca është shumë e rëndësishme për gjykatat dhe gjykatësit dhe në Maqedoni tash 8 vite është duke funksionuar dhe Këshilli Gjyqësor i Medias, ku për qëllim kanë që seancat gjyqësore të jenë në interes publik, të ndiqen dhe vendimet e tyre të xhirohen. Sipas kryetares së Këshillit Gjyqësor për Media, transparenca është shumë e rëndësishme dhe për besueshmërinë e gjykatave, por dhe për mediumet. Por gjykatat jashtë Shkupit akoma nuk kanë një praktikë të mirë se si duhet të sillen me publikun dhe mediumet dhe për atë shkak ka probleme më të theksuara. Поголем бројот предметите кои што се од висок профил се судеа, знаеме дека во Основен кривичен суд Скопје. Numri më i madh i lëndëve që janë me profil më të lartë gjykohen në gjykatën për krim në Shkup dhe përmes Këshillit Gjyqësor për Media mundësohet që edhe gazetarët të njihen se si të ndiqen, cilët pjesë të seancës mund të xhirohen dhe të ngjashme. Pra, si paraqitesh, si fillohet me xhirimet, gjykatësit në anën tjetër kanë mësuar se duhet të lejohen gazetarët dhe kameramanët të marrin pjesë. E din se duhet publiku të jetë në ato lëndë, deklaroi Emilia Jovanova, kryetare e KSHM-s. Dërsa në kryetarja e Këshillit Gjyqësor për Media, Maria Mitevska, thotë se në qytet jashtë Shkupit ka probleme, kur gazetarët ndjekin seancat që janë në interes publik dhe kjo bën që raportimi jashtë Shkupit të jetë më i vështirë. Во изминатиот период за жал имавме неколку случаи пред се. Për fat të keq, në kohën që lam pas kishim probleme në gjykata që janë jashtë Shkupit, ku gazetarët kanë probleme në raportimin nga gjykatat. Kishte rast në Veles kur koleges nuk ju mundësua të marrë pjesë në seancë si publik, por ju kërkua leje për të marrë pjesë në seancë edhe pse nuk ka dashur të xhiroj dhe fotografoj dhe vetëm në atë rast është e nevojshme leja. Kishim rast në Tetov kur në kohën e leximit të vendimit për spitalin modular, gjykatësi nuk lejoi që të xhirohet në momentin kur lexohet vendimi, ku në Shkup është praktik të xhirohet vendimi duke u lexuar, ku me një farforme ishte mohuar arsyetimi i vendimit për publikun, tha Maria Mitevska, gazetare. Në Maqedoni dëgjimi i seancave është i lejuar nga publiku, ndërsa për xhirim duhet të merret leje nga Gjykata Supreme dhe gjykatat ku mbahet seanca, por dhe përkundër kësaj në shumicën e rasteve lejohet vetëm marrja e pamjeve.